letra prej gjykatës kushtetuese, po komentohet në të gjitha forma, do më thonë, sikur kanë fitu ata ose opozita ose këta pozita kështu. Mirë po, është mirë që e kemi një vendim edhe tash kjo duhet në hapë rrugë. Tash duhet me reflektu të gjithë. Kjo, që kemi thonë edhe ma herët, kësaj situate i ka hupë kuptimi. Tash ti nuk menojmë ma, nuk duhet me mendu partit politike që përfitojnë elektoralisht, po që dalin për ngërshi edhe duhet me mendu për vendin. Fatkeqësisht ata kanë marrë vota shumë, jenë shumicë. Nëse hynë qatë rrugën e delikuencë edhe të kundërshtimit edhe të ngërqit që e kanë prodhu prej fillimi, nuk kem çka me bon. Na pos asaj vullnetit mirë për me zgjellë një situatë, nuk kem çka bojmë të tërgjë. Besoj që du të reflektojnë gjithë. Jo, nuk mundet me na detyru neve kur kush me votu qësh dënë dikush tjetër. Qësh dënë ju? Kështë në pjesë votem, që kondër që ufta Na besoj që duhet të respektohet kë. Është moment kur duhet dalim nga ngërshi. Ndërkohë kur ti ka këtë takje në nesër në 4 lider në një pjesë? Po, besoj po.